Që 7 vjetë dhe rregullisht ka. Me para 7 vjetë, s'ku mujt me hec, pa i pas 2 veta më majt ose me shtauka. Mjeku më ka thonë mu se e di, që ki me men kolis, për ty s'ka shërim. S'ka shërim. Tani ku mi që shto fjallë mas fjallë edhe e mardë. Kur e mardë, 3 ditë, ja ka nisë më bu trupi së kua që a i barri i verdhë. Në dhe i thash aty me motrave aty, në thash ma nuj nuk i, se unë po marrë na i farë smuje për tjerave. Aja tha, bëna me thirë mjekun, se këtu mjek s'ka. Me thirë mjekun edhe me vetë. Thash bën, se thash për këtë të shpia, se thash këtë për mu këta uj. Aja mjeku i tha, mu su bo marak, se trupi ytë në 100% për merë i lachin, ti edhe dhe dyta ki me nga për që të liva. Unë thash, unë me nga, tha ti ki me nga, jo mes, ki me nga. Po fjala e mjeku që shumë ka thonë, kër i ku mbone 6 ditë, ku mujtë me hesë që ty më shkallë dhe unë s'ku pas shanca që mujtë mund gjitëne. S'ka pas shanca veç me konë në kulis, a mund gjitëne s'ka pas shanca me gjitëne. Së në atje kom krejt në kulis që jetësi. Po, që kjo ujëra, loqi, edhe sa do me jam kam. Edhe mjeku me mu po që ditët, kur po më shef, po thot qysh po munësh, hala me hesë drita. Une du me të regu ato që ka di, ato që kam dëgju, edhe ato që ka kom përjetu. Unë po foli veç për veti, unë e pi që ta uj që 2 vjetë. Edhe vi gjdo vetë, vi këtu, syzat që i baj që 15 vjetë, që s'kam syza, sha me vozit, pa syza, pa kaj. Një, për lukë thosht, mos të folë ma. Zban ma mirë. Këtë uje kanë marrë, kanë qunë Zvicër. Dikon kanë thonë që 12 smuja i shëran, po nuk kanë të regu të gjitha, po për luks, për unaza, për sy, që tu i dim na. Një vajzë 7 vjeqare, pej Turqis, ka arë qëtu, nuk ka pakur, s'ka pa. Mjeku i ka thonë atje që ti nuk shes, ki me pakur. Arë që tu ka nejt, pe këtu e të shku me sy në Turqi. Edhe këta e di. Kemi me qinda raste të cilat janë trajtu në bojnë e dobërqonit dhe kanë gjetë shërim. Por ato mas interesante që në mbetet edhe në kujtesën tonë, edhe të atyre që kanë gjetë shërimi këto, është një rast ku një shok i imi, për fatë mirë, dhe që e njëf, e kam kërë shkollën e mesme me ta, është prej fshatit Breznic, komunës Bjanovsit, dikona për 12 vite ka qenë i palëvishëm. Pjesën e jetës që e ka kalu në perëndim, duke bredh në për mjek, Gjermani, Suedin, Norvegji, edhe nuk e ka gjetë shërimin, falë Zotit, ka në bojnë e dobërqonit, dhe sot vjen në kerë, vjen në motor prej Gjermanie. Vizita është një rast, me të vërtet është një rast shumë i veçantë, sepse mas 14 dite që ndrim bojnë e dobërqonit, ka fillu hapat e parë, pas 12 viteve i palëvishëm. Atë veç mrekullia e Zotit që e bën, edhe uji i bojës dobërqonit.